Fakulteti i Arteve të Bukura në Universitetin e Arteve ka prezantuar një ekspozitë në Galerinë e Arteve në Shkodër. Ekspozita vjen të realizuar me punime të zgjedhura nga studentë të programeve të studimit grafik, multimedia, tekstil dhe mod, fotografi e tjerë e vitit të parë. Përgjithsisht ekspozita është e studentëve të Fakultetit të Arteve të Bukura, e 8 programeve që kemi ne aty, punë të përzgjedhura që janë kryesisht të fundit, pra të semestrit parë që ne sapo kena lënë mbrapa. Dhe qëllimi normalisht është i qartë, është që studentët t'ju jepet mundësia, qysh në këtë fazë që janë pra student, me u përballë me publikun, në mënyrë që nesër kur ata të marrojnë, të kenë një përvojë konkrete se si funksionon një ekspozitë, tu fillu qysh te vendosja punëve e deri te pyetjet, diskutimet që ka normalisht një publik i përzgjedhur që kërkon me ditë diçka më shumë. Pra domethënë është vazhdon mësimllanja në një farë mënyrë edhe me një ekspozitë. Në këtë rast dhe kjo ekspozitë nuk është vetëm frut i prezantimit të programeve tona në Fakultetin e Arteve të Bukura, por është dhe prezantimi i tyre si artistë të ri dhe si gjeneratat e ardhshme që patjetër do lënë një gjurmë të rëndësishme qoftë në artin shqiptar, por qoftë edhe në artin bashkëkohor. Por kemi një ndërthurje, sepse ne nuk merremi vetëm me çështjet specifike të artit, qoftë në historinë e artit apo të bashkëkohësisë, gjithashtu kemi element që lidhen me punësimin, element që lidhen me alumnin, pra me studentët të cilët janë në një net rrjet të rëndësishëm që risjellin përvojat dhe eksperiencët e tyre, duke i kombinuar këto dhe me programet Erasmus+, kur shumë studentë dhe pedagogë shkojnë për studime semestrale apo për internshipe, dhe prandaj këtu kemi një produkt, mund të themi, final të një viti shkollor, po edhe punime apo diploma specifike për të prezantuar sa më mirë të gjithë programet tona. Ekspozita do qëndrojë hapur deri më 30 mars.